Qetëso. Ka mundësi të mbani pak qetësi, zoti Mbaj Shaj? qikë- Mbarut interpelancën, lutem. Minuta. Ka mundësi, ju lutem. Ju nuk e zbatoni rregulloren, se s'leni koleg pa përmend edhe në interpelancë. Ju lutem. Dhe prap, Ju dhe sa lutem. të pushoj ai, unë nuk flas. Zoti Balla, keni fjalën për replikë. E kam me ata studentët atje të drejtësisë. E kam dhe me protestuesit. Kam një pyetje shumë të drejtë për drejtë. Unë kam protestuar shpesh herë, madje shok, koleg, protestues më janë vrarë në krah. Po pyetjen që e kam për protestuesit është, djem dhe vajza protestues, agron Sheaj, me çfarë mandati vjen në kuvendin e Shqipërisë, t'ju përfaqësoj ju. Keni firmosur ju protestues një mandat përfaqësimi që ky hajdut të dhënash personale të vit ju përfaqësoj ju? Ky që ju ka vjedhur firmat, ju ka vjedhur numrin e telefonit, se gjoja, ky do të vinte dhe do të fliste, do të mblidhte 100.000 firma për të mbrojtur reformën në drejtësi. Ky hajduti, këto të dhënat tuaja, numrat e telefonit, të dhënat tuaja personale, i përdor për qëllime partije. Tani prap, motra dhe vëllezër protestues, i keni dhënë ju një mandat për fajsimi këtij hajdutit dhënash personale që të vi në Parlamentin e Shqipërisë flasin emrin tuaj? Dua një përgjigje, kush e përfaqëson? Po, jam shumë i sigurt se ti kur e ke provuar, ti nuk e mbledh 30 veta. Thirrë ti një protest dhe po i mblodhe ti vetë 30 veta. Vjen këtu ti na flet në emër protestuesve. Tani, se ta marrin vesh, kush është pronari protestës? Del ti thua, unë jam pronari protestës. Del ti Llapa, thot jam unë pronari protestës. Del Arlind Sy Madhi, thot jam unë pronari protestës. Tani ta marrin vesh kush është? Protesta është e njerëzve. Aty ka plot dje me vajza të cilët disa protestojnë për pelikanët, shumë e drejtë. Disa protestojnë për çështje tjetër, shumë e drejtë. Ti çfarë drejtë ke? Ti je një hajdut. Ti je një hajdut, ti je një gjobaxhi i që i vjesh bizneseve nga mbrapa dhe i thua bizneseve nuk ta përmend emrin, po mbjer kaq lek. I thua televizioneve, i thua ti gjobaxhi, gjoti gjobaxhi. I thua televizioneve, pse nuk më nxirrni mua në televizor? Ti je gjobaxhi. Kaq kam me ty unë.